Ndeshja mes Milanit dhe Romës është shoqëruar me një episod të pazakontë në fundin e saj, në momentin kur skuadra verdhekuqe kishte mundësinë të shënonte nga penalltia. Pas gabimit të Dybalës nga pika e bardhë, i ndalur nga portieri Menjo, lojtari i Milanit, Salmakers, u pa duke festuar me entuziazm. Në ato momente, gjyqtari kryesor Marco Guida ju afrua lojtarit dhe u duk se e goditi me shkelm nga pas. Episodi është komentuar gjërësisht në mediat italiane dhe nga ekspert të arbitrimit. Ish gjyqtari ndërkombëtar italian, Graziano Cesari, e cilësoi veprimin e Guidës si të pakuptimt dhe të papërshtatshëm për një arbitër me stemën e FIFA-s. Ai theksoi se, në rast festimesh të tepruara, lojtari mund të ndëshkohet me karton të verdhë, por jo të ketë reagime fizike nga gjyqtari. Cesari shtoi se veprimi i Guidës duke i qëllimshëm, pasi ai i afrohet qëllimisht lojtarit, ndërsa Salmakers shihet duke reaguar dhe akuzon për gjestin.